Në bibliotekën shkencore të Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi u zhvillua një aktivitet informues në kuadër të ditës botërore të ligatinave, e cila ishte 3 ditë më parë. Pjesë e këtij takimi u bën pedagog, student dhe nxënës të shkollave të mesme të qytetit. Si fakultet, gjithashtu si kryetari i Këshillit Venor Rinor, kemi parë të arsyeshme që ta realizojmë një aktivitet të tillë në mënyrë që të rinjt të dinë rëndësinë e këtyre ligatinave, ligatina të cilat po ruhen gjithnjë më shumë në botë. Duhet theksuar që kemi lumin Buna si zonë Ramsar, kemi gjithashtu edhe liçenin e Shkodrës që po futet në UNESCO. Pra janë disa ngjarje që shënojnë një kthes të madhe për sa i përket qytetit Shkodrës, duke qenë se po promovohen në rangje ndërkombëtare. Promovimi dhe evidentimi i problematikave në zonat ligatinore të Shkodrës ishte në fokus të këtij aktiviteti. Ne në fakt si kërkues, natyrisht që na del detyrë që të promovojmë ato vlera pozitive që janë të mëdha në fakt, por ne nuk duhet të anashkalojmë dhe problematika që shfaqen dhe të tentojmë minimizimin e tyre. Humbjet në biodiversitet, degradimet e brigjeve janë problematika të mëdha me ligatinat, qoftë liçenin e Shkodrës, qoftë edhe në zonën e Vilunit, estuarin e lumit Buna njëkohësisht. Bujqësia ekstensive, pavarësisht se nuk ka një bujqësi shumë ekstensive në brigjet e Bunës, përsëri ajo, si të thuash, e ka ndikimin e vet në ndotjen e ujrave, ndotje e cila transmetohet pastaj edhe shumë larg burimit. Liçeni i Shkodrës është i njohur për biodiversitetin dhe pasurinë ligatinore, ndaj ky workshop kthen në vëmendje edhe një herë për të rinjt ruajtjen dhe mbrojtjen e kësaj pasurie natyrore.